Do ndalemi tek një çështje e ndjeshme për publikun që janë pensionet, të paktën në 20 vitet e fundit skema e pensioneve është kthyer në problematike. Së fundmi kryeministri Edi Rama ka folur për reformë, për rritje pensionesh dhe për stabilizimin e deklarimeve. Specialisti i sigurimeve shoqërore Kujtim Hoxha është në një lidhje me mua. Zoti Hoxha, si janë fashat aktualisht dhe sa janë gjasat që mund të rriten pensionet? Në fakt, nga deklarimet që ka bërë kryeministri, sidomos me miratimin e projekt buxhetit të vitit 2026, ai deklaroi se në vitin 2026 do të ketë një përmirësim të ardhurave të qytetarëve në pension. Dhe këtë e kanë ndarë me fasha sipas llojit të pensionit, pension familjar, pension pleqërie, pension invaliditeti. Njëkohësisht, këto lloj pensionesh i ka të ndara në pensione të pjeshme dhe të plota. Të gjitha këto, ndryshe nga vitet e tjera, janë parashikuar që të ketë një vazhdimsi për të përfituar pensionin me një kuotë fikse, duke filluar që nga muaji janar dhe në vazhdim. Këto fasha janë planifikuar që t'jenë 600 lek për invalidët në çdo muaj, duke filluar që nga janari, pra gjatë gjithë vitit ardhshëm ai do të përfitoj 72.000 lek të vjetra, ndërkohë që pensionet familjare do t'jenë me 700 lek, ose gjithsej vete rreth 84.000 lek të vjetra. Ndërkohë, pensionet urbane do t'jenë ato që do t'jenë të plota, do t'jenë të barabarta me 18.000 lek të vjetra në muaj, ndërsa pensionet e tjera rurale të plota do t'jenë me 1.000 lek të ri. Megjithatë, kjo është një ndihmë që do të marrë çdo qytetar në pension. Për sa i përket pyetjes që bëhet juve në lidhje me atë ndryshimit të skemës edhe përpjekje të tjera për të bërë çdo ndryshim të skemës sigurime shoqërore, unë e shikoj jo me skepticizëm, por realisht, duke sjell vetëm argumentat. Këtu përpara kam një listë të gjithë vendeve të Ballkanit për të shikuar se sa e ka pensionin minimal një qytetar grek, një qytetar kroat, një qytetar sloven, një malazes, një serb, një i Kosovës dhe një i Maqedonisë Veriut. Dhe befasojmë sepse këto pensione në Shqipëri janë shumë më të larta pensionet e vendeve që kemi përreth se sa pensionet tek ne. Pra duhet gjejmë shkaqet pse neve si shqiptarë jemi në fund të vendeve ballkanike, po themi, nuk po krahasojmë me vendet e tjera të Europës ku duam të shkojmë, po pikërisht me këto vendet që ne pretendojmë në grup të shkojmë në Europë. Ndryshimi dhe marrja e 600 lekëve për invalidët, 700 për ata që janë pensione familjare dhe të tjerët sipas atyre fashave që thamë, nuk zgjedhin ndonjë, ata përmirësojnë diçka, marrin një të momentit, por nuk ndalin nga mjerimi që kanë. Pra, kryeministri s'bëri gjë tjetër veç shpalosi atë programin që kishte, e ka detajuar sipas viteve 2026 dhe në vazhdim. Pyetja shtrohet, nëse me këto të ardhura që ka skema sigurime shoqërore mbështet minimalisht ato interesat e qytetarëve ose jo, dhe si do të bëhet për të ndryshuar këtë gjendje. Në dijenin time duke marrë këto vende, ne jemi vendi i fundit në Ballkan edhe për sa i përket në përqindje duke krahasuar me prodhimin e përgjithshëm bruto të vendit. Ne zemë gati 7.4%, ndërsa vendet e tjera e kanë mbi 10%. Çdo të thotë kjo? Për qytetarët, pra vendet që janë në Ballkan, i kanë kostuar më shumë vëmendje qytetarit. Pra nga e ardhura e përgjithshme bruto, ata kanë investuar më shumë
për të mbështetur pikërisht pensionistët. Këtë duhet të bëjmë ne. Si do ta vazhdojmë për ta nxjerrë këtë skemë të sigurimeve shoqërore nga kjo gjendje, sepse unë shoh vetë edhe ata që dalin, që pretendojnë për të dhënë shpjegime në lidhje me atë, këtu nuk u bëhet fjalë për të ndarë diçka. Edhe skemi si ta ndajmë. Puna është çfarë do t'u japim më shumë pensionistëve që ta nxjerrim nga kjo gjendje që është sot Shqipëria. Janë 537.000 pensionistë që marrin pension nën 190 euro, nga të cilët 120.000 marrin pension deri në 100 euro. Pyetja shtrohet, çfarë do të ndryshojnë nëse ju shtohet nga 600 lekë këtyre qytetarëve që kanë pension 100 euro, çfarë u ndryshon për mirë? Nuk u ndryshon asgjë, them. Po thoj sepse këtu nuk merret parasysh edhe inflacioni që do të ndodhë në të ardhmen, dhe kjo përbën një problem të madh për qytetarët që janë në pension. Atëherë, në djenin time, por edhe në atë që shoh në perspektivë, shoh që në të gjitha deklarimet që ka bërë kryeministri, ka përmendur që do të ketë një rritje graduale, duke shkuar në vitin 2029 të verë një pension të shkojë gati 200 euro. Kjo është katastrofike për mendimin tim. Unë këta e them me përgjegjësi dhe me argument, pasi secili le ta gjykojë se çfarë po them. Kur paga minimale në vitin 2026 do bëhet 500 euro, atëre çfarë do të ndodhë me ekonominë shqiptare? Do të ketë në qoftë se kjo pagë nuk shoqërohet me produktivitet, do të kalojmë në një inflacion, ose edhe më të rëndë, njëkohësisht edhe biznesi do të ketë një barë që do të ketë pa përballueshme. Kështu që në total këto shkojnë paralelisht, siç është rritja e pensioneve, ashtu edhe rritja e pagave. Zakonisht në të vendet e përparuara, përqindja, raporti midis pensionit dhe pagës afërsisht shkon 50% e lartë. Nëse paga duke filluar në 2026 do të rritet 500 euro, atëre le t'i jap shpjegim kushdo nga ata teknikët që ka kryeministri rreth e rrotull. Me një pension 200 euro, si kur ta bëj, se bën, do ta bëjmë në 2029. Ç'do të ndodhë me këto? Do të jetë më i varfër pensionisti se sa ka qenë edhe më përpara. Pra nuk do të realizojë ato produkte dhe shërbime me të njëjtën para që kishte patur më përpara. Dhe siç e shoh unë, kjo më tepër është një propagandë dhe është në një moment të kyç të politikës shqiptare për të tërhequr vëmendjen e qytetarëve për ato që ndodhi në politikën shqiptare, edhe nga një shashkë se që po ju jap. Një qytetar, se merr 120.000, se merr edhe 150.000, nuk ndryshon gjë. A është në gjendje që ky kryeministër të nxjerrë minimumin jetik? Kjo zgjidh problemin. Sa është aktualisht minimumi jetik? Për ca Urdhër? Sa është minimumi jetik sipas jush? Në qoftë se shkojmë drejt Bashkimit Evropian. Nëse shkojmë drejt Bashkimit Evropian, unë po të sjell dhe shifra këtu ku janë. Maqedonia e Veriut, që kemi komshi këtu, ka 270 euro pensionin minimal. Malizi 452 euro. Serbi e ka 320 euro. Kroacia e ka në nivelin e 615 euro. Tashi, nga këto vende, ku t'i afrohemi ne? Mos marrim këto vendet e tjera që kemi Greqinë apo Italinë, që janë vendet e Europës ku duam të shkojmë neve, dhe që trajtojnë qytetarët, edhe kur s'kan punuar, i japin 550 euro, vetëm se kanë rezidencë në këto vende, dhe kanë një rregull të përcaktuar se sa kohë kanë të qëndrimit në këto vende, dhe i trajtojnë me një pension të këtij lloji. Atëherë
si do të shkojmë ne me këto standarda në Europë? Ka disa rrugë, të cilët kryeministrit, unë them që ti dëgjoj, ti vjerë veshin, jo thjesht fjalë vetëm mia, po dhe tyre të tjerëve, ata që jetojnë me këto të ardhura që pretendon ai se ashtu. Le ta shkurtoj rrogën ai. Ka patur ministër në kohën e Zogut dhe kur ka bërë betimin në parlament, ka thënë, unë si garanci për punën që do të bëj, po ve pasurinë time, po ve dhe nëse gaboj të vend dorë mbi pasurinë time. Këta po i vjedhin këto para, dita ditës në çdo vend, duke filluar që në vetë ai, se s'mund të hanë dardha dhe ftonje qarë ku dion nga këto gjera, pra pa krave ti dhe ky timonieri i korupcionit që ka vetë timonin, që nga i larkë. Le të kërkoj ku janë parat atje për t'i zvendësuar dhe për t'i dhënë qytetarëve në nevojë. Kjo dhe zgjidh problemin që ka sot shoqëria shqiptare. Njëra nga rrugët është që të ndryshojë konceptin e drejtimit të shtetit, se një ndryshimi midis një njeriu, duke me futur edhe mua, kur shprehen për një gjë në krahasim me kryeministrin, është faktin që ai ka vullën, ka edhe firmën, e firmosat që thot, dhe e zbaton. Ai thjesht është kthyer në një aktor të rëndomtë të politikës shqiptare, ku sajon gjëra që nuk i shkon për shtat ekonomisë shqiptare. Më tepër ekonomia shqiptare është një ekonomi fasadë sipas paraqitjes së kryeministrit. Unë them, nëse do të ketë vërtet një angazhim të qeverisë, siç kanë këto qeverit që thashun për vedeve rrotull, Slovenia ka 20% të prodhimit të përgjithshëm bruto që e përdor për pensionet. 20%. Pra, një shtet vlerësohet se sa kujdes ka për pensione, për pensioniste. Dhe këta e bën duke vënë në dispozicion pikërisht ato që ka mundësi nga të ardhurat që ka grumbulluar. Pretendon që ka patur 28 miliard euro të ardhurën kombëtare për këtë vit. Ja po mbyllet, ky po drejt asaj shkon. Atëherë si mundet të pretendosh që të ketë mirëqenie me 7.4% t'i vesh në dispozicion të qytetarëve? Kjo është paketë e mjerimit, sepse me këta nuk shkon as gjikundi. Edhe pensioni mesatar që pretendohet 400 euro është një mashtrim. Pse është mashtrim? Unë po e argumentoj. Gjithsej janë 725.000 pensionistë, nga të cilët 537.000 marrin pension në 190 euro, për të cilëve 120.000 nga 100 euro. Atëre ku do të shpjerë këtë pension mesatar me 190.000 qytetarë që marrin mbi 200 euro? Ka një kastë të caktuar për shkaqe të detyrave që kanë kryer dhe për atë kartonin që kanë ngritur për veten e tyre në parlament, që vërtet marrin një pension që kanë në zili vendet e Europës perëndimore. Me 2,5, me 3, kryeministri Joni Ndarëvar do marrë një pension kur të dalë pas 3 vjetëve, do marrë 4,2 milion lek, pra i bje më shumë se 4.200 euro me këtë forcim të lekut që pretendojmë neve. Atëre, duke marrë parasysh të gjithë këta faktorë, unë them që është më tepër një propagandë, ne duam që të vejmë në Europë, dhe kjo ka qenë ajo parulla e parë kur fillovi demokracia, e duam Shqipërinë si Europa, pe e duam me standartet e Europës, se ne në Europë vendin e kemi fizikisht. Çfarë standarte afron kryeministri me veprimet dhe mos veprimet, sepse një qeveri gjykohet jo pra të që arrin, po pra të që ka mundësi të arrijë dhe se arrin. Nuk e kryen atë punë që duhet të kryet, pra nuk kryen funksionin e tij për të ardhur në ndihmë. Është një nga detyrat e kryeministrit që
kujdeset për shtresat në nevojë, pra si kujdeset ai për këto, nxirr minimumin etik edhe e ke të zgjidhur problemin. Çfarë të shqetëson që gjithë të ardhurën kombëtare e përmbledh gjithsej në 5-6 duar. Pra, kjo së gjë tjetër, veçse edhe me pëpet janë instrumente për të vjedhur, ndërsa qytetarëve ju jep nga 6.000 lekë dhe thotë ço çuberi këtyre. Duket një lloj, më kujton si atë që tregonin si majmuni, sa më tepër që ngjitej në pemë, shikonte i duke çudi kur shikonte prapanicën e tij. Kështu është edhe ky. Ky kryeministër me rroba e mbretit Lakuriq. Zoti Hoxha, të falenderoj, ishte kënaqësi që të kisha në këtë lidhje, uroj të jemi sërish për të folur për një temë kaq të ndjeshme. Të përshëndes. Faleminderit.